Sot jam paraqitur në dhomën penale të Gjykatës Tiranës për shkak të një fatkeqësie që më ka bërë kryetari i Bashkisë Tiranës, zoti Erion Veliaj, në lidhje me disa deklarata publike që unë kam bërë. Faktikisht unë sot shkova i përgatitur bashkë me avokatin tim me një mori dosjesh, të cilat vërtetojnë që gjithçka kam thënë, nuk tërhiqem nga asnjë lloj deklarate dhe kam vërtetuar dhe do vërtetoj para gjykatës gjithçka kam thënë, por çudia më e madhe është që personi që ka patur nuk erdhi sot në seancën e gjyqit. Pra, bësh një pati, unë mendoj që do të kesh respekt, qoftë për qytetarët, qoftë për veten, qoftë edhe për personin tjetër që ke përballë, apo për gjykatën në këtë rast. Kështu që Erion Veliaj me gjithë thirrjet që unë kisha bërë që të vinte në seancë, nuk erdhi sot, edhe sigurisht që gjyqtarja vendosi që seanca radhës tjetë me datë 12 nëntor, në orën 12, dhe në rast se Erion Veliaj nuk paraqitet nga burgu në gjykatë, atëherë seanca do pushohet dhe gjyqi do bie pra në këtë rast. Gjithsesi, unë jam i gatshëm që para gjykatës së Tiranës dhe gjithë gjykatave kudo që janë të dalë me të vërtetën time dhe me faktet e mia që unë kam marrë dhe jam i përgatitur që të përballem me çdo deklaratë që ai pretendon që është false. Por do jetë në nderin e tij në rast se i kam vetë një fije nder që të vinë gjykatë edhe të përballet me gjithë pretendimet që ka. Unë nuk besoj që ka vend tjetër për ta zgjidhur këtë punë. Është gjykata, meqense ai më ka thënë duhet vi. Kështu që i bëj thirrje nëpërmjet mediave tuaja, ka ai shans në dorë me datën 12 nëntor të vinë gjykatë në orën 12 edhe të thotë pretendimet e veta. Parë dhe Erion Veliaj nuk mund paraqiten këto. Unë duhet të vazhdoj gjykimin. Dhe unë të certifikohem nga gjykata për ato që kam thënë. Ka akuzuar për çështje deklarata publike të tipit abuzime me fondet e shoqërisë civile, çun mami, për pirjen e rakis në burg, domethënë që e kanë bërë kolegë i përpara, sigurisht, dhe ky thashë them qarkullon në të gjitha ambientet e Tiranës, apo edhe për çështje shërbimesh seksuale për ambasadorët në raport me përfitimin e fondeve kur ka qenë pjesë e shoqërisë civile etj. Këto janë deklarata të cilat janë publike dhe unë sigurisht kam fakte dhe prova që do ja paraqes gjykatës dhe do jetë ajo fundi që do vendos drejtësi. Sigurisht që unë nuk tërhiqem nga asnjë lloj deklarate. Pra i ka kërkuar që unë të përgënjeshtroj apo të kërkoj falje, absolutisht jo, unë jam deri në fund për të vërtetën time dhe dua që gjithë të prova që kam këtu sot në dorë të shqyrtohen nga ana e gjyqtares. Pra, thirrja ime për Erion Veliaj, sigurisht që gjyqtari ka thënë sot shkruaj burgut, që ta sjell këtu. Thirrja ime është që të vinë gjykata dhe të përballet. Kaq e thjesht.